Kurioziteti për Big Brother VIP Kosova nuk mbaron. Spektakli është në prag të nisjes, e duke qenë se është në prag të nisjes, edhe më shumë shtohet kurioziteti tek publiku se kush do të jetë pjesë dhe se kur do të nisë. Gazetari Redion Shtylla së fundmi përmes një intervisteje bëri të ditur se Big Brother VIP Kosova është shtyr për shkak të zgjedhjeve, por po ashtu për shkak se shtëpia nuk është ende gati. Po ashtu ai bëri të ditur se Big Brother VIP Kosova tashmë do të transmetohet të shtunave dhe të hënave. Opinionistja Neda Balluku i jep fund martesës 10 vjeçare. Opinionistja e njohur Neda Balluku ka kërkuar zyrtarisht divorcin nga bashkëshorti i saj, Orgen Balluku, vëllai i ministres Belinda Balluku, duke i dhënë fund një martese 10 vjeçare që dikur u konsiderua ndër më të qëndrueshmet e ekranit. Një fund i papritur për një histori që nisi para syve të publikut dhe për shumë kënd ishte shembull i dashurisë që i rezistonte kohës.